Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së dashit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj kësaj radhe është 9 të kupës. Në fakt është shumë letër, bukur dhe pasqyron vetëm pozitivitet, por nuk do të thotë varet se si ndiheni. Thot shijo frutet e mundit tënd, lejo veten të ndihesh kënaqësi, gëzim dhe të ndihesh krenar apo krenar për gjithë çka që ke arritur. Po shpeshherë kur del si vetëm një mesazh, thot në vlerësojmë lumturinë që kemi në dorë. Ndalo dhe vlerëso atë që ke. Lejo veten të festosh pa faj, për pa u kapur pas sipërfaqes. Kënaqësia më e thellë vjen kur jemi në paqe me veten. Nëse ke një dëshirë apo synim që ky mesazh ju vjen, është në rrugë të mbarë për të realizuar të dashur deshër, por mesazhi këtu është: lejo veten të festosh pa faj dhe mos nënvlerëso lumturinë që ke në dorë. Absolutisht, ndalo dhe vlerëso ato që ke.